Astrid Koshi ka qenë kryesori që e ka zhvillu. Halim Halimi në Gjellan, vllai ka punue në Burg. Rast i rrallë, në vitin 84, kur rikëm zhvillu hetimet e para, rast i rrallë u konë me konserv. Dhe me thonë shumica dërmuse dhe ta që më kanë arrestu edhe, ta që më kanë marrë në pyetje edhe, ta që më kanë torturue, madje dhe shumë prej gardianëve kanë qenë shqiptarë. Shumica kanë qenë shqiptarë. Sidomos ata dy që kanë punuar tan kohën me mua. Sa ata në rrugë nga një herë nga asaj dhome, herë te atij shoku, herë me nxjerr në dhomë tjetër për atje, po kryesorja shumica kanë qenë shqiptarë. Njëri ka qenë Astrid Koshi, tjetrin kum harru me emrin. Astrid Koshi ka qenë kryesori që e ka zhvillu. Kanë pas një mënyrë të veprimit, që ata më ka doke çuditshme ma vonë kur më lexu literatura të tilla, më ka doke shumë normale. Kanë lujtë të mirin dhe të keqin. Njëri gjoja me të mire, kështu nxjerri pej burgut, shtër pej burgut, tjetri me torturë, me të rrene. Po ata dy kanë qenë, tjetrin përbes, se di pse, më pas na harrua, Astriti ka qenë njëri. Kjo them të vërtetën këtë krahasim unë e kam bërë shumë ma vonë, ndoshta 10 vjet ma vonë, se kur kam pas drejt për drejt ashtë me Serb të bëj, jo drejt për drejt me shqiptar, atëherë kam pas me Serb dhe nuk i kum njoft, po fjala dhimbshuri të ta nuk ka ekzistu. Për them të drejtën është ashtu keq, është për një qenie fundit njerëzore, po sjellja s'ka qenë as pak njerëzore. Domethënë si 18 vjeçar jam torturuar në gjitha pjesët e trupit, jam torturuar, që kanë fillu prej shputave, durve, pastaj elektroshokun, pastaj tortura të ndryshme, derisa mu personalisht deri i kanë torturuar edhe në organet gjenitale, shok ton. Po jo, nuk kanë pas në dhimbshuri, të thash gjithmonë njëri edhe kur kemi bisedu me shok të këna vrejt që ka qenë praktike përgjithshme, njëri unë ty të ndihmoj jetë në zjerë pej burgë, veç du të me më kallëzu diçka dhe jo të torturu, tjetëri si vike me torturu, kështu kanë vepru, po dhimbshuri jo. Tash gjatë gjithë vujtjes dënimit, unë kom gjetë edhe, kom taku edhe, kom hasë edhe në njerëz të cilët kanë qenë shumë më të mirë, e kanë majt atë punë, edhe kanë majt me vështërsi shumë të dhe ma vonë edhe i kanë largu se s'kan desh me kry tortura, po kanë qenë raste shumë të rralla. Halim Halimi në Gjellan, vllai ka punue në Burg, edhe ai po ashtu nuk ka torturu, kom hasë personalisht kur i ka thonë drejtori Serbi ka thonë me torturu, filoni ka jo nuk e preku, edhe ata nuk ka, ati gardianën e burgut nuk e kanë largu, ato e patën largu, po tash kanë largu shumë për një herë, është ajo koha e spastrimit e homogenizimit të popullit serb dhe të institucioneve dhe krejt, edhe i kanë largu edhe me krejt shqiptarët, edhe ato normalisht. Po edhe ai, shok që i kanë qenë për dur tyre për tortura, ju ka thonë, unë nuk i torturoj as nuk i prekin, qoftë se duhet me bisedu që duhet e me zhvillu hetimet që duhet i zhvillaj. Madje unë kom dëgju prej ti, kom dëgju që po vjeni nati që kur po i torturojnë, po pranojnë me mu zdojnë kurse se apo këtan. Edhe pse ka pas drejt, s'ka pas drejt se me pranu, s'dohet me pranu dash me tortur, dash pa tortur, po kështu ka qenë. Ka pas, kanë qenë të rralla, natyra e punës, natyra e pushtimit, natyra e mbajtjes së pushtetit ka qenë e tillë që torturus kanë qenë.